22, data 22 gusht 2026. Si ditë e shtunë që është, kjo ditë është një përmbyllje sepse dielli ndodhet në gradën e fundit të luanit, në prag të hyrjes në virgjëresh. Kur dielli është në fund të një shenje, sidomos një shenjë kaq të fuqishme si luani, ndihet se një kapitull po mbyllet. Ky nuk është mbyllje e qetë dhe e padukshme, është mbyllje që lidhet me identitetin, krenarin, dashurin, familjen, krijimtarin, skenën, mënyrën se si kërkon dhe i shohim gjërat. Pas eklipsit diellor në luan i datës 12 gusht, kjo ditë ka karakter reflektues. Mund të shohim më qartë se çfarë aktivizon dhe mundësinë që jep tani e tutje. Nuk diskutohet, nuk e vjen ndryshim për arsye të punës dhe të ndryshimeve që ka të bëjnë, sepse është një nga mundësitë më të arta që kanë të bëjnë me punën dhe me ndryshime të mëdha në lidhje me ekonominë dhe në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën aktuale dhe një mundësi mjaft të mirë mbi stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave. Por gjithashtu kemi një ndikim sepse afërdita në peshore kërkon diplomaci, ndërsa Marsi në gafore shton ndjeshëm çështjet familjare. Prandaj sot duhet të ruajmë ekuilibrin mes asaj që duam të themi dhe mënyrës se si e themi. Një fjalë krenare mund të krijojë distancë, një fjalë e ngrohtë mund të hap rrugë. Për çështjet praktike dita është e mirë për përmbyllje projektesh krijuese, rishikimi, një prezantim, mbyllje, një diskutim, përgatitje për ndryshime dhe ritme të mëdha mbi favorizimin dhe kohën ndryshimin e madh që vjen. Ajo që do të kemi mbi disa çështje shumë madhore, disa çështje shumë të ndryshme, do thot praktik, do thot mundësi, do thot rrezatim mbi atë që kërkoj dhe adhuroj. Ndikimi është më se i fuqishëm për ato gjëra që ndodhin, për ato gjëra që kërkohen, për ato gjëra që arrihen në fusha të ndryshme. Por në çështjet që kanë të bëjnë me çështjet e brendshme, do të pasur kujdes sepse për vendime që kërkojnë analizë detaje dhe praktike më të mirë presin energjinë e virgjëreshës. Për sa i përket çështjeve që lidhen me çështjet e punës dhe të karrierës, duhet pasur kujdes. Duhet të shmangim atë krenarin e pabazuar në atë që kërkojmë. Por meqenëse duhet të ruajmë imazhin tonë, duhet të ruajmë atë qetësinë, thjeshtësinë, që të jemi aty ku duam ne. Për sa përket krenar, a jemi se ku jemi, të tjerët e vlerësojnë. Kështu që nuk është e nevojshme ne të dukemi se kush jemi, pra nuk është në të mirën tonë. Çdo sjellje që vendos ego mbi të vërtetën, atëherë ka diçka që nuk shkon. Mbyllet një skenë nëse fillon një ritëm tjetër. Pra kjo është diçka që ndikohet shumë, pra jemi në gradën e fundit të gjërave, sepse neve ndajmë në gradë, në periudha, në kohë kur ndodhin fenomenet, sepse gjithmonë kur kemi për shembull 23 që do fillojnë pastaj dielli në virgjëresh, po do flasim për këtë. Data 22 gjithashtu na jep mundësinë dhe kohën e duhur për nisma të reja mbi atë që kërkojmë dhe atë që neve adhurojmë. Tani, pas të fillojmë bashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për juve që interesoni për bashkimet e detajuara, kemi pikërisht këtë faqen këtu.